të nderuar diplomatë të Tashamirës të Artit, zonja dhe zotrinj, në emër të lidhjes së shkrimtarëve dhe krijuesve shqiptar në Austri, Aleksandër Milsiu, ju falenderoj të gjithëve që keni gjetur kohën që sonte të jeni këtu me neve në aktivitetin e radhës së lidhjes sonë e kësaj radhe në kuadër të javës së kulturës shqiptare në Austri 2020. Dhe në shënim të një ngjarje të hidhur të ndodhur në Kosovë këtu e 30 vite më parë, një ngjarje që ndoshta ka kaluar pak në harresin tonë, sidomos në harresën e jashtë Kosovës, domethënë të vendeve tjera, ka shumë njerëz që as nuk e dinë që kjo ngjarje ka ndodhur në Kosovë. Bëhet fjalë për rënimet masive të rinjve shqiptarë në Kosovën e okupuar nga regjimi serb. Do fillojmë me fjalën e Hazim Mehmeti. Mama gjithë, faleminderit Katrina, dhe krijuesve shqiptar Aleksandër Milsiu në Austri, ju dëshiroj mirëseardhje dhe ju falenderoj për kohën e juaj që keni gjetur sonte të jeni me ne këtu. Përfaqësues të shteteve tona, shkëlqësinë e tij zotin Ronald Bimo, ambasador Republikës së Shqipërisë në Austri. Zonën Shkurtë e Krasniqe, sekretar parë e ambasadës së Republikës së Kosovës në Austri. Mikun tonë që mundsoj këtë manifestim këtu, zotin Arber Marko, gjithashtu duhet përshëndes kryetarin e Këshillit të shoqatave në Austri, zonin Katrina Durmishi, e cila është gjithë me ne dhe falenderoj që sonte do të bënë moderimin e kësaj mbrëmje. Po ashtu duhet të përshëndes dy afarist mirë që na kanë përkrahur këtë mbrëmje të sonte, zotrit Nusret Bujare dhe Sutri Ibrahimi. Mirë mbrëma, përshëndetje të gjithëve. Fjalën e mia natyrisht për profesor Hazim Mehmetin që ka punuar shumë ato përmes indikatorëve që mbajnë ato dhe në boni të kësaj teme. Por ne ka një interes zakonshme edukative me norma patriotike dhe atë dashurie në kushte shumë përstira njerit në ato kanë rezistuar dhe kanë sjellë atë rezultat që gjemë sot një shtetë lirë të pavarur që është Kosova demokratike. Ju uroj gjithëve një mbrëmje të këndshme, ndjehemi shumë i interesuar që në postojnë në gjithë aktivitetet dhe urime profesor në fakultetet tjera. Përshëndetje për të gjithë pranëshme. Në emër të Ambasadës Republikës Kosovës, kam nderin dhe kënaqësinë të jem pjesë e juja këtu në promovimin e librit të autorit të respektuar profesorit Hazim Mehmeti. Faleminderit për ftesën dhe gjithmonë që na bën të ndihemi krenar për nga vijnë shkrimet e juja në librat që keni paraprak dhe të librit tash. Një fjalë veçantë kisha thonë për librin, domethënë pranver e lëmuar, i cili gjithmonë domethënë na kthen mbrapa në historinë tonë, ku në veçanti për ngjarjen makabre të helimit para 30 viteve të nxënësve shqiptar. Se kisha zgjatur më shumë, vetëm falenderoj edhe një herë që në kuadër të javës të kulturës shqiptare ku bëhet ky aktivitet, dhe gjithashtu panelistët, profesor doktor Gjevdet Zeluni, profesoreshën Violeta Almuqa, faleminderit dhe sukseset të më të tjeshme, profesor dhe shëndet. Faleminderit.
Qamzendele ka dërguar një kumtesë lidhur me librin. Kumtesa ka dy faqe, unë do të lexoj dy fragmente prej kësaj kumtese. Pranverë e helmuar, një vepër dokument kohe. Në përmbledhjen e librit Pranverë e helmuar, shihet mirë një periudhë e rëndë që përjetoi kombi shqiptar në Kosovë. Fëmia është e ardhmja e një kombi. Armiku e dëshironte helmimin e së ardhmës së kombit shqiptar. Që në hyrje të librit me argumente përkujtohen krimet serbe ndaj shqiptarëve në trojet e tyre etnike, të organizuar dhe dirigjuar nga pushteti çfarosës serb, i programuar nga akademikët dhe kisha ortodokse serbe. Faktet e mbledhura në arkivat dhe bibliotekat e vendeve të ndryshme, librit i dhanë dimensione shkencore të pakontestueshme. Kronologjia e renditjes së fakteve përshkrohet me saktësi që nga Golgota shqiptare, albanisht Golgota, e Leo Freundlich, deri tek ditare personali e autorit. Libri bazohet në 4 shtylla të fuqishme të një tërësie kohore të përmbajtjes, rrethonat e represionit të pushtuesve serb para dhe gjatë helmimit, dokumente e shkrimit nga shtypi botror, faktet nga hulumtimet shkencore të pranisë së substancave helmuese kimike në mostrat e fëmijëve të helmuar, ditare personali autorit në kohën e helmimeve, duke qenë vetë dëshmitar i ngjarjeve të rënda. Vepra e profesor Razir Mehmetit është një thesar e kulturës dhe i memories së vuajtjeve kombëtare historike shqiptare. Dhe si e tillë, kjo vepër zë një vend të rëndësishëm në literaturën e historisë kombëtare shqiptare. Së fundit, profesor Razir Mehmetit i urojmë suksese në prurjet e reja kulturore historike, ndërsa librit të tij me titull Pranverë e helmuar i dëshirojmë dhe urojmë shtrirje të gjerë në trojet shqiptare dhe jo vetëm. Me respekt, profesor doktor Qamzendele. Faleminderit. Nderuar miq, kush e pak të merren që ka ndodhur atje në Kosovë me fëmijët, ishte një gjë e çuditshme, tash në një dhimbje e madhe. Unë kam pas fatin të lexoj këtë libër disa herë edhe mendoj se Razir Mehmeti edhe sikur mos shkruaj më asnjë libër. Ky libër është një kryevepër. Është një libër dokumentar që po t'ishte dokumentuar shumë herë, këtë dhe dëshmitar tjerë, ky do ishte një akt gjenocidi hapur kundër njerëzve shqiptarë. Në pranverën e vitit 1990 do të ndodhte në Kosovë krimi serb i helmimit në masë të fëmijëve shqiptarë. Fatkeqësisht u helmuan edhe fëmijë 4 vjeçar. Ato nuk ishin fajtor për asgjë tjetër, përposë që ishin shqiptarë. Krimi serb vrau, kështu familjen dhe jetën e një populli pafashëm. Sot që flasim pas 30 vjetësh për atë ditë zezë, kemi drejt themi se ky akt barbar i regjimit serb ishte një krim kundër njerëzimit ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë. Kjo tragjedi e rënd kundër jetës fëmijëve shqiptar nuk ishte ndodhur kurrë në Europën e qytetëruar. Doktrina serbe për zhdukjen e shqiptarëve, e cila ka pasur si qëllim të dëbonte edhe shpirtin e fëmijëve nga trojet e tyre, nuk mundi ta shuaj gjakun shqiptar. Përdorimi i gazave toksik për të shuar jetën e nxënësve në shkollat shqipe ishte një gjenocid i hapur dhe antinjerëzor me synimin për të friksuar shqiptarët. Në përkujtim të këtij akti barbar, tashmë kemi përballë Razir Mehmetin, një dëshmitar okular i cili ka parë dhe ka jetuar, madje ka mbajtur një ditar për pranverën e helmuar shqiptare. Nuk do të çuditeni ju të nderuar miq, se ditari Razir Mehmetit i varrosur në vitin 1997 nga profesor Bedri Shyti, u zhvarros pas luftës në Kosovë në vitin 1999
kur Kosova fitoi lirin. Brenda atij varri, në ndheun e vushtrisë, ishin fakte dokumentare, ishin shenja dhe gjurmët që synuan të mbjellin vdekjen e nxënësve të shkollave shqipe. Ndoshta asnjë ushtri në botë nuk mund zhvillonte betejë elmuse kundër fëmijëve, përveç forcave serbe në shekullin e 20. Edhe pse qeveria e Beogradit e bllokoi hyrjen e mjekëve dhe gazetarëve të huaj në Kosovë, ky libër ka argumente të fuqishme nga shtypi botror dhe mjekë të mirënjohur, të cilët e plotësuan me fakte të dokumentuara helmimin e fëmijëve shqiptar, duke mos e fshehur të krim të rënd kundër një populli pro-europian. Mbrojtja e fëmijëve nuk ishte vetëm një detyrë humanitare, por një mision i çdo mjeku, mësuesi, intelektuali shqiptar apo njeriu të thjeshtë. Ka ndodhur një gjallëri e rëndë, një tragjedi, si tragjeditë e tjera të regjimit serb të ushqyer nga urrëtia kundër një populli liridashës. Institucionet e huaja që merren me mbrojtjen e drejtave të fëmijëve në botë duheshin njohur me informacione konkrete, me numre ndorë, me emrat e vërtet fëmijëve të helmuar në Kosovë. Kjo do t'i shkonte për shtat edhe artit letrar, nëse skenaristët dhe regjizorët shqiptar do të përgatitnin një dokumentar origjinal për të konkurruar edhe në Europë e më gjerë, duke i treguar mbar botës se çfarë ka ndodhur në Kosovë. Ndërsa u fol për një aktrim të fëmijëve të helmuar shqiptar nga politika serbe, koha vërtetoi se ishin vetë serbët aktorët që hodhën nëpër shkolla plurin helmue sarin nga helmet e luftës. Udhëve të Kosovës dëgjoshin krismat e fëmijëve shqiptar që nuk i pranonin nëpër spitale, prindër, mësues dhe njerëz të guximshëm që mbanin në krah nxënësit e helmuar për të shpëtuar jetën e tyre. Ne kemi tashmë në këtë libër dëshmi të tmerrshme të dhunës serbe përshkruara nga vetë autori i këtij libri Azim Mehmeti, i cili ka përjetuar një realitet të dhimbshëm të luftës për jetën që u desh të bënin posaçërisht shqiptarët për të mbrojtur fëmijët e pafajshëm. Ne kemi këtu një njeri që ka parë me sytë e tij dhe ka provuar dhunën e forcave serbe, të cilët e kanë keqtrajtuar, por nuk kanë mundur ta vrasin shpirtin e tij. Kemi emra të ruajtura dhe të nxjerra nga ditari i gjallë ku u shkruaj Zeza Midbar për historinë më të zezë të regjimit serb, me emër dhe mbiemër që shpallin para gjithë fëmijëve të botës të vërtetën e helmimit, me qëllim dënimin e një brezi ku pararësit e tyre kishin luftuar me shekuj për liri dhe kishin nderdhur shumë gjatë. Jam tronditur shumë nga ky tmerr i madh kundër fëmijëve të Kosovës. Kam pasur fatin të lexoj dhe libra të tjerë zotit Azim Mehmeti, por ky libër është kryevepra e një krijuesi që ka qenë dëshmitari drejt për drejt në këtë histori të dhunshme të barbarëve serb kundër gjakut të ri fëmijëror, kundër ardhmërisë, kundër jetës. Kemi sot në listat e helmuara e të helmuarve shumë njerëz me emrin Liridona, Pranvera, Lirie dhe Djem, Ilir, Kushtrim që u helmuan nga forcat serbe. Fakte të tilla do të shërbenin për drejtësinë njerëzore si fakte kundër atyre barbarëve që shërbenin për brezat e rinj që të njiheshin me historinë e qëndresës së popullit shqiptar të Kosovës. Libri Pranvera e helmuar është një vepër me vlera humane, me një fuqi të madhe atë dashurie dhe heroizmi në emër të lirisë dhe jetës. Sot, pas 3 dekadash, kjo ngjarje e rëndë vjen me shprehje të dokumentimit më të thellë të dramës së madhe të helmimit të nxënësve dhe shqiptarëve të Kosovës në një vepër të plotë të shkruar nga Azim Mehmeti, një personalitet i njohur i letrave shqipe. I nderuar zoti Azim Mehmeti, ju keni kryer një akt shëmbullor në përgatitjen e këtij libri. Më falni se kam qenë shumë e prekur nga leximi i këtij libri. Ju keni mbajtur në krah nxënësit shqiptar për të shpëtuar atyre jetën. Ju i keni shërbyer Kosovës dhe popullit shqiptar me këtë vepër dokumentare që brezat e rinj të njohin historinë e kombit tonë. Ju falenderoj shumë. Së pari përshëndes të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Unë nuk të merrna shumë me këtë pjesën historike që profesori ka shkruar dhe ka dokumentuar,
ma shumë do të koncentrohen në pjesën medicinale, me qenë se dhe vetë kom cilë në Kosovë, pse disa raste profesori ka pas shumë raste se sa unë që kom në atë kohë isha mjek shumë i sa kisha kry fakultetin, në 2 vjet isha mas studimeve. Helmi ka qenë ky është një prej formave të agresionit ose të luftës që bënte speciale agresore kundër popullit tonë, që është i njohur që me shekuj të tërë. Mirë për një prej këtyre formave, me kohën ka ardhur edhe ke kërkimi i formave që me qenë sa ma enigmatike, që nga bota dhe nga ambienti më smu dalu shumë se që është duke bërë. Sarini është një insekticid që prodhuar në vitet e 30-ta dhe kanë prodhuar Gjerman për herë parë. Qëllimi i tij ka qenë me i zhduk edhe me i luftue insektet për perimet dhe pende. Mirë po gjatë punës me këtë gaz, me këtë hem, njerëzit edhe kanë vdekë. Ka vitet e 30-ta ka filluar edhe mu acaru pakcenja për luftën e dytë botërore, kështu që kanë pasur është një mjet shumë i përshtatshëm për me mujtë edhe me zhduk njerëz dhe me smuhetu shumë. Edhe ju kalon ngurten në atë kohë eksperta gjerman që këtë gaz, këtë produkt, ta prodhojnë në mënyrë masive dhe të kenë depozitat mjaftueshme që nëse bëhen ndonjë luftë e cila veç ka qenë ndoshta në kokën e tyre, të kenë mjete mjaftueshme edhe të mira për me me luftue ato që do të shërojnë. Edhe pse nuk është përdorur lufta e dytë botërore, janë gjetë mas luftës diku me 1000 tona sarin në Gjermani që ta ka qenë përgatitur për mi përdorur. Mirë për fat nuk janë vendosur kursinarën në përdorim. Pastaj një periudhë tjetër ka filluar Jugosllavia ta prodhonte këtë gaz, edhe si insekticid, po edhe si formë e luftës kimike. Ky gaz bën efektin e tij kimik e blokon një ferment të njeriu, i cili ferment e sparthen një substancë që thirret kolesterin edhe që thirret acetilkolin, edhe kjo substancë nuk e lën më bë gërshi i muskujve. Ju gjithë keni përjetuar një muskul më të kontraktu natën, të dhamë koma të gati një javit. A ky e ka kontraktu krejt personin. Këtë muskul që ke pas, dhe të zemrës, i ka shtim kontrakcion, dhe ka pas dhimbje të hatashme dhe fëmija ose personi cili është ataku nga me kjo gaz, s'ka pas kufa kontrol. Mirë po pasojat e gjata jetësore nuk janë shtu. Trauma, manej pasojat psiqike, manej është kon gazi pa njëfshëm, diagnoza tine edhe verifikimi tine ka qenë tjepër i vështirë, se në Kosovë ne se ke pas medicine që atë nivel, se ke pas laboratore, edhe tjetër me ke pas, se edhe nëse ke pas të një mustër me që me kontrolu, në mërdare ke pas kontrolën tjetër shaj ka qërë. Dhe më gjithë mund, kontrolën ka bëjt me vrijden kërfit Kosovë, se atë janë ose ju kanë ruesh paketimi, ose asë një mund, nuk ka dhe kur më shkua e substancë cila edhe është marrë për mund të sku. Po ka qenë vështirë se ky gaz është eliminuar shumë shpejt nga trupi. Vetëm nëse ka vdekë dikush, si ka pas mas të madhe dhe menjëherë ju ka marrë mustra, edhe është qasmirë paketuar gazi mes me dalë nga ai mostër marrë, ka mund më botesi, për nysh është ka qenë shumë problematike. E për ata dhe s'ka ditë, këtë koha ka shku pa ditë, me të vërtetë se cili për gazave është në përdorim. Për fat, rinia ta kanë shpëtu pjesë atë musët pa pas vdekje masive, edhe pse qëllimi ka qenë me ndoshta me shkaktu vdekje masive ose me shkaktu trauma të fëmija që gjenerata ashtë më konë shumica e paaftë për zhvillimin e matutjeshëm. Jugoslavia ka qenë njoftë për krijimin e këtyne gaznave dhe lufta speciale. Kryesisht nisni prej Beogradit ka qenë gjitha këto programume, aty janë bot, si më thonë, gjitha planet, projekte, shpërndamjet e tjera. Na kemi pas rrezikun që kemi pas një kujshit e tillë, edhe ai rrezik nga përcjell gati edhe sot, edhe normal si na jemi hegun nga këto gaza. Mirë po, është një fjallë për të thotë, Zoti është i vonë, po kur s'harron. Megjithatë,
Serbia ka duhet më hep nga t'i vend, edhe pse ka helmu gjitha ata njerëz, edhe pse ka bërë gjitha ato arsiqne, ma në fund o duft ato vende dhe ato vepra që i ka bërë mundë me këshyres nga spisë lartë. Ata fëmijë gjithë në rri, shumica për këtyre nuk kanë pasojat në vaja, ose kanë ndonjë vetëm ndonjë asisë me qenë se gazi lero shumë shpejt nga trupi nuk lënë ndonjë pasojë afatgjatë shumë. Mirë po mundet për momentin me të mytë, nëse është doza shumë e lartë, është rreziku për me të bytë shumë nga. Tash, për me folë une për një libër profesor Hazirit, një vetën shumë vogël, si kjo libër shumë i madh. Këtu për me mujtë me marrë dhe një statement nga ky libër, duhet me qenë një shumë i madh, është një libër shumë i madh. Kjo është, nëse në aspektin figurativ e spjegojmë, është kur modez një ylli, një natë ku s'ka absolut dritë. Asë një libër nuk s'ka rasti ose një diçka me lexue ose me shique, e cila e spjegon ose e ka argumentu një detale këtë problem që kurse është ky libër. Prandaj, për mua është transite për madhe që profesor Aziri më paftue që të tëmë 2-3 fjallë për këtë libër kaq të madhe. Ju faleminderit që është. Vi kemi mujtë me ba ma tepër, ke edhe mesazhin e njanën për atyre fletëve të prezentimit. Nuk e di a kemi ende kohë ajo. Të përksej për një punë të madhe që ndoshta është dashur me ba një ekip i njerëzve, e të ka ra hise që thojnë ty, e di që ke udhëtu mjaft, e di që edhe shpenzimet i ki bardh vetë për këto udhëtime, Kroacin, Sarajevo, kështu me radhë. Si do të qoftë, një pyetje kam për ty edhe një për doktorin. Sa kohë ka marrë për me e shkru një libër t'ilë? Unë ju falenderoj, po të përftejsh publika ashtu, po ka marrë për një të Aziri si profesor që të më edhe jemi këtu e se njëti fshat. Kjo qka ka afru profesori Azeri është një dokument që i duhet se nesën, si duhet fëmijëve tonë, duhet që rautisu dhe me kërktu drejtësi vetë. Pjotëm institucionet akademike, institucionet shkencore, Republikën e Kosovës, po dhe Republikën e Shqipërisë, gjatë këtyre 20 vjetëve përpoj se nuk këmbot asgjë. Janë drejtjen të filmimeve që ndodhen fitënitet më të jeta, po në gjenocidin, edhe masakrat, edhe terrorin, të vitë luftës qëmëtarët, në fund të shtë qëmëtarët të sopsë. E gjithat, ka djekë dhe vajza, ka bura dhe gra, ku do që jetoj shqiptare, a në kënë botës kjetë madhë këtu, në të qërë. është mbilu një komitet për denoncimin e krimit sërbë, ka dhe të forcës diasporës. Në kryt këtij komiteti është profesori i Universitetit Columbia New York, profesor Pashko Camaj. Pashko Camaj është edhe ministër në shtetin e New Yorkut, i cili deri me tash ka mbledhur para përsëri diku 4 dokumenta me të cilët ndalmen do të fillohet edhe të tohë, po edhe të denoncohet krimet serbe. Dhe pa thamë të Thamë fjallë edhe në për
Dërsa unë në libër që e kam lexuar, dërsa me thanë 2 fjalë, kam zonin në Albot, si në ujtë. Dërsa me thanë 2 fjalë që më bëjnë përshtypje për Hazirin. Unë Hazirin e kam njoftu në Austri, por vrej e kam taku në Shkodër, të shku në për tëna skutet, të në bibliotekat për kërku dokumentacion, për me sjell diçka të re për historikun e komit tonë, e të popullit tonë. Jo në energji që i ka hargju e i hargjën parat e veta, energjit e veta, kohën e vetë, edhe pse a pensionist, por në bërë përshtypje që tanta energji negative si marrë nga politika, që 2 anë të kufinit, dalë edhe një stil që e majnë gjallë, atë frymen edhe entuziasmin, edhe në bajnë me menu që po bahnë në dikur kom. Faleminderit për aktivitetin e për ndihmën tonë që jep çështës kombëtare. Përshëndetje për të gjithë, në emrin të Lidhjes së Shkrimtarëve Aleksandër Moesiu edhe gjithë kolegët e mi. Përshëndes kryetarin për këtë punë madhështore shumë të madhe, si na ka dhënë dhe na ka furnizuar se shumë gjana kem dashur mi ditë, por nashta edhe jem friku. Faleminderit shumë për punën tonë dhe shumë faleminderit për të gjithë ju përgëzoj. Përshëndes mikun tam të dashur, doktorin Gjedet Zenunaj, si cili në atë kohë më kujtohet si sot, kur ka qenë si student, ka bërë shumë punë të madhe për këto helmime dhe shpjegoi shumë bukur